Gena, kuj do I kërkoje falje publikisht? Publikisht, falje do t'i kërkoj vetëm të madhi Zot, që do njerë dhe kam gabuar, edhe do njerë kam më katuar, I kërkoj falje ati të madhi Zot, sepse patë s'ka zë. Edhe buke. Edhe buke. A mendon se ndër vite, fama ta ka rëmby jetën personale? Kjo është një pyetje shumë e zgjuar. Në fakt, ma ka rëmbyer jetën, sepse unë I kam 2 goca, edhe në periudhën që ato ishin shumë të vogla, unë kisha punë intensive shumë sa nuk I pash si u ritëm. Dhe më thënë, ato ishin nga 7-8 vjeç, tani janë bërë shumë të mëdhaja, dhe ajo pjesë më mungon shumë, dhe më thënë që nuk isha me ato që të kaloj një çastet më të bukura të fëmirisë, kur ato kanë qenë të vogla. Dhe këtu jam në atë pengun tim, dhe më thënë që më kam mbetur peng për sa I përket karrierës në vite. E vërtet. Edhe vajzat gjithmonë bëjnë për baba, e duan shumë baban. Nga njerë mendoj që e duan më shumë se nënën, kështu kushtimisht po them, edhe e di që ke një lidhje të jashtëzakonshme me gocat. E kam një lidhje shumë të mirë me vajzat, edhe gjej rastin të përshëndes sot në këtë festë të madhe dhe gëzuar njërë të gjithë shqiptarëve. Gëzuar! Kush ka vajza botën ka? Kush ka vajza botën ka dhe gëzuar gjithë shqiptarëve 2026 në qotë ky viti më I mbarë për të gjithë. Vlerë. Faleminderit shumë, Gena. Gocat më kursyen shumë në disa pyetje, por unë kisha pas qef me I pyet se cilën se si është punojnë, se gjatë gjithë vitit kanë qenë shumë aktive me emisionin, edhe janë shumë të mbara. Kështu që qika, na tregoni pak a shumë që shukon ky vit për juve që shkoj. Viti 2025 ka qenë puni veti mbar, pa tjetër, kur punojna krejt bashk, arina gjona të mira me përcjellët e publiku, pa tjetër që është veti mbar, po pa tjetër që ka pas edhe ato sfidat e veta, po me familje, me përkushtem, me mund, I kena kalu gjeta.